një vështirësish në këta dy sektorë që e kanë vuajtur gjatë prapambetjen historike për shumë arsye. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Por ajo që unë di me siguri është një gjë tjetër, se pak kush nga ne këtu i mban si Belinda Balluku kontaktet me territorin, duke shkuar rregullisht në zonat që mbulon si drejtuese politike. Nuk kam fare në plan ta shpall as hero dhe as viktim Belindën sot, dhe uroj që në hetimin e çështjes për të cilën ajo akuzohet se ka kryer një vepër penale, prokuroria të shteroj çdo pistë që mund të çojë tek korrupsioni. Sepse në fund të ditës gjithkush pas të 18-ave varet vetëm nga këmbët e veta, me ligj dhe me zakon. Ndërkohë që unë si kryeministër, ndryshe nga sa mendojnë dhe flasin ata që se kanë idenë e kësaj detyre, nuk e kam as të mundur, por nuk e kam as të lejuar, qoftë nga ligji e qoftë nga zakoni, që t'i mbaj pishën asnjë bashkëpunëtori. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që i njihni më mirë se të tjerët, që Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është të merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo e jo ndërmend ta shpall të pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit të reformës në drejtësi, dhe që vlen për të gjithë njësoj, duke e marrë në mbrojtje nga drejtësia dhe duke hyrë në përmbajtjen e çështjes, gjëra që i takojnë ekskluzivisht avokatit apo prokurorit dhe gjykatësit. Jam si jam unë dakord me këta të fundit. Por nga ana tjetër, nuk kam ndërmend as që në një moment si ky t'i lë pa përmendur transformimet e mëdha në dy sektorët që ministria kanë drejtuar dhe ndjekur për ditë, pa ndaluar asnjë ditë. Gjatë tyre 6 vjetëve në vendin tonë janë ndërtuar dhe rindërtuar me standarde europiane rreth 1000 kilometra të rrjetit të ri rrugor kombëtar, nuk llogaris rrjetin dytësor dhe tretësor, sepse nuk është në kompetencën dhe autoritetin e ministrisë dhe të qeverisë, por të bashkive dhe të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërkohë, 40 kantiere janë aktualisht të hapura në gjithë vendin dhe do të jenë vlerështuar Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Që nga aksi Elbasan Rogozhin, i cili mbyllet në 2027 me ecuri mbi 60% aktualisht, tek Elbasan Qaftana, që po ashtu mbyllet në 2027, duke i vënë në dispozicion jo vetëm Shqipërisë, po edhe Bashkimit Evropian, edhe NATO-s korridorin e 8, i cili për 30 vjet
u blokua në Komisionin Evropian nga të tjerë për të mos u kualifikuar dhe klasifikuar si koridor i rrjetit Europian të transportit dhe e zhbllokuam ne në summitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor këtu në Tiranë, dhe i cili njëkohësisht është shpallur korridor sigurie për mobilitetin e forcave të NATO-s. Edhe Elbasan Banj apo bypassi i Fierit dhe i Vlorës, rrugë të cilat numëroheshin dikur me daulle dhe me klithma majkrahi në inventarin imagjinar të mira kilometrave të ditëziut dhe të punëziut që i ra për hisë Shqipërisë dje dhe i ka rënë përfyti opozitës nga lindja dhe deri në agoninë e saj, po të cilat në fakt ishin vetëm gropa, borxhesh dhe plagë të hapura rrugëve, janë vepra që janë kryer pikërisht në këto 6 vite. Ashtu siç u kryen dhe Orikum Dukati, apo tuneli Llogaras, për të cilin flitet në Havane tymit të tenxhereve dhe në uturakët e qimbellinjve për miliona e meleona të vjedhur, po të vetmen miliona e meleona të vërteta deri tani që flasim, janë ato të përfituarat më tepër nga rritja e fluksit makinave drejt bredetit jon, për ekonominë dhe financat e vendit. Palas Dërmiu, Kardiq Delvina, e shumë premtuar dhe ajo, madje edhe ajo në atë inventarin imagjinar të ditë punëziut, por realizuar vetëm në të njëjtën periudhë. Korçër Seka, tjetër vlerë e madhe e shtuar. Qukës Qaploça, një grop në formë humnere e Derdimenit të lartë përmendur, e cila në mbetin kurriz bashkë me projektin e hartuar nga analfabet me 2 gishta. Dhe e nisëm krejt nga e para si projekt, duke e bërë fytyrën sholl me kreditorët e huaj për të vazhduar të na mbështesin.